Nuk është e thjeshtë të thush që kanë ndryshuar shumë gjëra për aq pak kohë dhe as vetë nuk pretendoj që të ndryshonin kaq shpejt shumë gjëra. Mendoj se e para ka ndryshuar qasja në raport të shërbimit me qytetarin. Ajo që në fakt e kam thënë gjithmonë edhe atëherë kur nuk mendoja fare të isha kryetar bashkie, se si një kryetar bashkie ose si një staf, një administratë, në raport me detyrat e përditshme të saj, sillet me qytetarit e saj. Dhe mendoj që qasja në atë institucion ka ndryshuar drastikisht shumë, nuk them se jemi në ato nivele që duhet jemi, por absolutisht që ka ndryshuar. Tashmë ka një administratë besoj që është më shpejt në përgjigje, në kontaktin me qytetarin, është largu nga po themi rreti familjar që shpesh ndodhte që qytetarët tentonin të hynin në ato institucione, në ato zyra me lidhje, me miqësina. Tashmë çdo qytetar që paraqitet në derën e bashkisë, normalisht që gjen derën hapur, kontakton me personin përgjegjës për zgjidhur çështjen, problemin që mund të ketë. Normalisht që mund të ketë vonesa, mund të ketë ngadalësime, por që analizohet në detaje çdo kërkesë e qytetarëve. Gjithmonë në raport edhe me mundësitë që ofron bashkia dhe mundësitë financiare të saj.